Pritje së gjatë disa vjeçari i erdhi fundi dhe prej sot edhe zyrtarisht banorët e komunës së Likovës do të kenë mundësi të pinë ujë nga çezmat e oborreve të veta. Për kryetarin e komunës së Likovës Erkan Arifi, kjo ditë është historike dhe do të mbahet mend gjatë. Arifi ka falemnderuar të gjithë bashkëpunëtorët për përkushtimin. Sipas tij, sot përfundon padrejtësia shekullore që u është bërë banorëve të kësaj ane. Nga sot banorët e komunës tonë do kenë ujë të pastër për pije, edhe duke filluar nga fshati Likov, Orizar, Slupçan, Vaksic, Llojan, Mateç, Vishtic, Nikushtak, ndërsa për 2 fshatrat të tjerë jemi në procese sipër, ku mjetet janë siguruar, dokumentacioni teknik është siguruar dhe do e përmbillmi një kapitull, një padrejtësi shekullore për banorët e komunës tonë. Andaj dua të theksoj se pa kryetarin Ali Ahmeti, ky projekt nuk do mund të përfundoke. Se çështja e ujit është të stërzgjatur e pranon edhe vet ish kryetari i komunës së Likovës, tani deputet Sadullah Duraku. Megjithatë, Duraku për këtë stërzgjatje akuzon misionin Slav. Vet Duraku e thot se për këtë çështje është diskutuar prej kohës kur ai ka qenë 5 vjeçar. Një kohë të gjatë jemi përpjekur të gjithë popullata e kësaj ane padrejtësisht ju ka marrën ujë nga ky vend, që misioni i slavëve ka qenë që këtë vend të shpërngulin nga këto troje, po me falë gjyshre dhe stërgjyshve tonë, që në edukuan që të jemi në këtë vend, edhe pse jemi në shekullin 21 dhe të flasmi për ujin, ndoshta për njerëzit që mirën me çështje shkencave më të mëdha, ju duket e pakuptuar, për botën e civilizuar duket e pakuptueshme, po për neve është shumë e kuptueshme, për arsye se unë kam mbushën 65 vjet, prej kur kam ditur 5-6 vjet, gjithmonë është folur që në këtë vit dhe bim ujin. Në përurimin e projektit ujësjellësit veç Arifit e Durakut dhe banorëve morën pjesë edhe Ali Ahmeti, Faton Ahmeti, Blerim Bexheti dhe zyrtar të tjerë të Bashkimit Demokratik për Integrim.